dhikri është jetë për zemrën. Ebu Musa Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: shembulli i atij që e përmend Allahun dhe i atij që nuk e përmend Allahun është sikurse shembulli i të gjallit me të vdekurin. Me një transmetim tjetër thuhet: shembulli i shtëpisë ku në të përmendet Allahu dhe i shtëpisë ku në të nuk përmendet Allahu është sikurse shembulli i të gjallit me të vdekurin. Kur zemra është e gjallë, ajo mbushet me iman, siç Allahu i Madhërisëm thot: Allahu ka shpallur fjalën më të bukur, Kur'anin, në formën e një libri, pjesët e të cilit i ngjasojnë njëra tjetrës dhe përsëriten. Prej tij u rënqethet lëkura atyre që i friksohen Zotit të tyre, e mandej qetësohen lëkura dhe zemrat e tyre, kur përmendet Allahu. Ky libër është udhëzimi i Allahut, nëpërmjet tij ai udhëzon këtë doj, ndërsa atë që Allahu e shpije në humbje s'mund ta udhëzoj kush. Mirë për atë të cilin zemra është e pandjeshme kur përmendet Allahu, sepse ajo ka vdekur. Allahu i Madhërisëm thot: prandaj, mirë ata që e kanë zemrën të pandjeshme kur përmendet Allahu. Erdhi një njeri tek Hasan el Basriu, Allahu e mëshiroft, t'i ankohej për ngurtësinë që e ndjente në zemrën e tij. E ai i tha: zbute zemrën me dhikr. Dhe kjo sepse zemrës sa më shumë që i shtohet pakujdesia, aq më shumë i shtohet ngurtësia, e kur përmendet Allahu, ajo ngurtësi shkrihet. Ibn Qayimi, Allahu e mëshiroft, thot: s'ka dyshim që zemra ndryshket sikur ndryshken bakri i argjendi dhe metalet tjera, ndërsa përmendja e Allahut e pastron atë, dhe aq shumë e pastron derisa e bën të duket si pasqyrë e bardhë. E nëse zemra e braktis përmendjen e Allahut, ajo ndryshket. Ndryshkja e zemrës vjen për dy arsye: pakujdesia dhe gjunahu. Pastrimi dhe shkëlqimi i zemrës vjen me dy gjëra: me istighfar dhe me dhikr. Kur zemrën e njeriut e pushton pakujdesia në shumicën e kohës, pritet që ndryshkja ta mbulojë atë, ndërsa sasia e ndrishkut varet krejtësisht nga sasia e pakujdesisë.